U bloku kryqi. Total qëre këto ta shatë ndodhë, këtë tjetëri është të brit me u fut pashtë. Do me thonë kaos total njerëz. Unë e kam biznesin 100 metra ma poshtë. Po? Që 20 vjetë ma kesh se qëta shkurës ka qinish. Kur keni me bo hopa konkret, zoti minister, këto? Me njëherë, tash. Apo ju kujtohet storia që e bona herën e fundit për kryqen të Gorenja këto rrugës për Gjelan, qërën e pomjet. Ora është 4:30. Qërën e pomjet janë pa koment njerëz. Pa sinjalistik, pa rrëth rrotullim, pa semafora, nuk o zebra, ka trahur absolute trafikun. Ata kanë thonë që do ta përfundojnë, mirë po tani na jemi situatën ku nuk mund të presim. O Sokol, a i po thot që a i e regulon rrugën që është kompetencë e ti. Ti veç qatë segmentin që është kompetencë e jotja. Lojmi i mirë është që Ministria e Infrastrukturës e ka lëshu 2 kërsi. Ardhje prej Gjilanit dhe një kërsi vojtje. Po qa ka ndodhë me këto është që lëshimi këtyne 2 kërsive gjithë një si pas qytetarëve dhe në bos të asoj që ka ku mujt me dëshmu vetë personalisht kur i biknej, veç ka shku e ka bo edhe ma problematike situatën për shkak se tashti 2 kërsi vinë knej edhe automatikisht shtohet fluksi automjeteve. Sot çuditërisht na kena ardhë në orën e trafikut, mirë po s'ka trafik, është ora 4:50, nuk ka trafik, zakonisht të bohet tepër lugë. Çka ndodhë, e keni po dhe në storjen e kalume, është krytëzim, nuk ka rrotullim. Këtu ka qenë plani me bo dhe është plani halo, do me thonë, funksional për krijimin e një rrotulimi apo një hajmalie, që vjen në formë trekëndshit, e cila e mundësën qarkullimin ma të lehtë të trafikut, sidoqoftë deri këtu është shtru asfalti i ri, ku po e shene, po vrejet kënej, punë fantastike, definitivisht, me gjithat, kjo ka kriju problem, se tash janë 2 troka vojtje, prej Gjilanit në Prishtinë, një kërsi shkuarje, sa herë pidhëm troka herë kërsi. Mos marrëveshje mes komunës rreth kompetencave dhe ministrisë. Të merri madh. Unë e kom shpije për këtë 15 minuta. 5 minuta me kërë faktikisht. 40 minuta i bërë deri në kryq. Lagje 0,38 kërë. Të 0,30 po që 2 hapë është? Piqa të yti bërë 40 minuta, 30 minuta, deri këtu. Deri qëto? Deri qëto, edhe këtu kër djerë është të merë, do të mi hapë në 4 ronë dalin. Me 2 kursi që e ka bo edhe ma kesh. Apo vëtëm për shembull ana majtë. Tash nuk ka më shku më këthy për me hinë shpe. Po. Se më konë me pas një rreth rrotullim poshtë. Vije plot fund të kry. Për me shku për Gjilan, do të marrë qëtun që të lovish të më këthy dikon, edhe me vazhdu. Shumë të merë kam bërë shumë balime. Do me thonë të 0,38 që aty ju nuk keni... Nuk kemi qasje, do të shku në fund, në Ajvali atje, për mos sjell me ardhen. U bloku kryqi. Total qëre këto ta shatë ndodhë, këtë tjetëri është të brit me u fut pashtë. Do me thonë kaos total njerëz. Për 20 minuta sa kem qëto, është të ndodhë krejt që kja. Me gjithat qështë mënët me ishti hundë, të në kohën është, në të në andë. Edhe me kalu rrugën problem, tepër. Unë e kam biznesin 100 metra ma poshtë, Po? që 20 vjetë ma kesh se qëta shkurës ka qinish. A po? Sidomos ju 2 kërsit që më bo, se tashti, kur ka qenë reni ma i gotë edhe kam prit, tash me 2 kërsi është e pa mëshme. Këto asë rejthi nuk funksionon. E vetë një mënyrë për me bo një zgjidhje këtu jenë samafora, ndryshë së funksionon. Do me thonë kjo është normale për këtë? Jo, i na mësuna, një orë e kina regullisht ma pak ose ma shumë ku dhe që të shkojna. Nëse fule me klientin të në ora 3, në ora 4 i në të te. Wow. Shkaku që këtu së funksionon kur gjë. Nuk ishtë qenë qaqi lehtë operime për mu, me ardhë ku dhe që jeni jo, mës t'i shkom po Zhegu Brothers, i cili është sponsori jam general, edhe i cili i ka të ofertat më të mira rrëth patun shmërive në treg, qoftë banesa, qoftë lokale, siguroni me vizitu po Zhegu Brothers.com. Tash kena me thirë zotin Visan Durmishi, ministrin e infrastrukturës, edhe me pytë kur ka me u bo përfundimisht rrethi ose hajmalia të kryqi i Gorenjes, të Hibe. E kemi pas një marrëveshje me komunën e Prishtinës që ta zgjidhim atë nyje atë. Kryetari i komunës Prishtinës për parim Roma e ka bo një prezentim, një video instalacion se si do duket zgjidhja atë,
e ka bërë publike. Dhe në bazë të çati projekti, mandej ne kemi diskutuar me Komunën e Prishtinës. Dhe jemi dakordu që ne ta bëjmë pjesën e rrugës kryesore, ata ta bëjnë atë pjesën e atij trekanshit që do të funksionojë si një rreth i madh, që edhe ne kemi konsideruar se është zgjidhje për komplet nyën aty te Goreni. Po. Tani ne jemi të varur, si do të thonë, prej asaj pjese që është pjesë e komunës. Ne do ta përfundojmë tash pjesën tonë, do ta asfaltojmë komplet rrugën, do ta zgjidhim nyën me sinjalistik, nëse ka nevojë edhe me ndaj semafor aty, si zgjidhje përkohshme, derisa ta zgjidhmi punën me Komunën e Prishtinës. Dhe ata kanë mirë me kry pjesën e vet, në pjesën tonë me inxhinierat edhe të ministrisë dhe të komunës ja kanë pas disa herë takime në mënyrë që matje gjeodezike kur të banë të lidhen kjo si nyje dhe ka pas dakordonës absolute që kjo të zgjidhet, por ata nuk kanë vepru, kanë premtuar që veprojnë tani dhe tani nuk po veprojnë. Atëherë ne duhet ta përfundojmë projektin tonë. Zoti Durmishi kompetencën e juve me që ata s'po reagojnë. Çka mundi me bëj jo të paktën përkohësisht me shmong? Zgjidhim, do ta asfaltojmë, do ta vendosim sinjalistiken dhe do të shohim mundësinë me vendosë edhe ndonjë semafor atje, sepse kjo zgjidhet përfundimisht kur të bëhet unoza. Por aktualisht ne nuk mund ta lëmë në gjendjen çfarë është. Kur keni me bë hopa konkret zoti ministër këto? Me njëherë tash këto ditë do ta asfaltojmë. Zoti Durmishi, nëse vina na sot në javë, a kish me qenë fer me prit hopa konkret te ky kryqëzim këto? Po, ne do të veprojmë me njëherë, do më thonë gjatë këtyre 3-4 ditëve do të ashtrojmë asfaltin atë. Ishte ky zoti Hysén Durmishi i cili na tha që mrena 3-4 ditë këto kanë me intervenu me asfaltu qëtë pjesën qëto edhe me vendos sinjalistik. Tash zgjidhje e përkohshme mundet me qenë semafori, tha, cilën jënë të e konsideru, tha do të me fol me inxhiniera, nuk na dha dot sakt për semafora, veç tha do të me konsideru të paktën 1/9 të rrugës me vendos semafora, na kena me ardh prap sot një javë, edhe me këshyr tutje, çka mujnë me ndërmarrë se veç asfaltimi këto nuk ka me kry punë. Hajde tash na po provojna me kontaktu me zotin Sokol Havolli, drejtori investimeve kapitale në Komunën e Prishtinës, të këshyrëm çka ko me na thonë? Unë të këmë thonë që për një javë pritet na me mërrim marrëveshjen me pronarin e tokës, nëse kujtohet. Po kanë kalu shumë ma shumë se sa një javë, kanë kalu 3 javë. Kanë kalu 10 ditë ose 2 javë për afërsisht nështë edhe ma shumë. Çështja është që jemi të marrë me atë pune, edhe jemi të zgjidh problemin, tash është edhe një aspekt procedural, që kur i marrim dikujt pronën private, duhemi me i nënshkru disa dokumenta, edhe që atë punë është të e kry drejtoria e pronës në Komunën e Prishtinës, sepse unë operatorit i kom thonë regatin, momentin që të nënshkruhet me njerët njëjtën ditë me fillu, edhe e fillojmë. Se po është qatë problematike Sokol me kry qatë segment. Unë ta spjegova që jemi të marrë me dokumentin e pronës, por sa kohë merr ajo? Merr kohë, çështja pronësore, mur pak ma shumë kohë. Zakonisht ka disa që i kryjnë për 2-3 ditë, ka disa që i kryjnë për një javë, ka një që na zgjatë edhe ma shumë. E kjo nuk pritet me zgjatë ma shumë, sepse drejtoria e pronës, drejtori Bimi ka pas komunikimet vazhdueshme edhe sot kom folë, edhe dje kom folë me drejtorin e pronës, edhe më tha që si të përfundon marrëveshja të njoftoj sepse unë i gatshëm jam mi fillu punimet. Pra është çështja e pronës, nuk mundemi me hym prontuar. Megjithatë, jemi afër marrëveshjes dhe besoj që është çështje disa ditëve kur na e fillojmë. Ministria le të vazhdon punën e vet, le të kryejnë atë rrugën e keqe aty që është përgjegjësia e ministrisë, sepse është përgjegjësia e tyre dhe nuk ka kurfar interferimi me ta. Realizimi punës prej ministrisë, kurfar interferimi nuk ka me këtë bypassin që e krijojmë. Okej, çka shprej meje na kena me udok për pak det, të paktën me zotin Durmishi, me gjithë një zgjidhje që ajo që ka i bjen kompetencë institucionit tina.